Jozi ofendon rënd Loredanën gjatë një debati të ashpër, duke i thënë hapur se ajo ka simpati për Gjestin, edhe pse mundohet ta fshehë. Ai i akuzon për hipokrizi dhe për sjellje të dyfisht në shtëpi. Mos bëj sikur nuk të intereson, Loredana. Të gjithë e shohim si e sheh Gjestin, si i vardisesh, si mundohesh të tërheqësh vëmendjen e tij. Por pastaj del këtu dhe flet sikur je më e ndershmja, sikur nuk të intereson fare. Boll na tregove për alla, thot Jozi, duke e parë me përçmim. Loredana, e ofenduar dhe e nervozuar, i përgjigjet me zë të lartë, më lë rehat, Jozi. Ti nuk e di asgjë për mua dhe për atë që unë ndjej apo nuk ndjej. Unë nuk kam pse të jap ty shpjegime. Por Jozi nuk ndalet dhe vijon ta sulmoj, mos u mundo të bësh të pafajshmen. Ti je ajo që kritikon vajzat e tjera, por në fund je po e njëjta. Ke qejf Gjestin, po ai nuk të do. Dhe pastaj përpiqesh ta fshehësh duke folur keq për të. Hipokrite. A e sheh sa pa moral je? Loredana hap syt me nervozizëm dhe i afrohet Jozit, duke i thënë me një ton të mbret, ti nuk ke të drejtë të më gjykosh mua. Shiko veten tënde dhe si sillesh. Më mirë pa moral se sa një gojë prishur si ti. Tensioni mes tyre rritet, ndërsa disa nga banorët përpiqen të ndërhyjnë për të qetësuar situatën. Jozi, megjithatë, vijon të bëjë ironi, duke i buzëqeshur me përçmim dhe duke tundur kokën. Po, vazhdo mohuje sa të duash, por të gjithë e dim të vërtetën, Loredana. Ti mund ta gënjesh veten, por jo ne. Debati vazhdon me tone të larta dhe duket se mes Jozit dhe Loredanës nuk ka për të pasur paqe aq lehtë. Loredana, e nxehur nga debatet e vazhdueshme me Jozin, humbet durimin dhe i afrohet me nervozizëm, duke e parë drejtë në sy. Sytë e saj janë plot me inat dhe zëri i dridhet nga zemërimi. Ti nuk je asgjë më shumë se një thashethe-mexhi i lodhur. Nuk je burr, je më shumë femër se unë. Vetëm flet pas shpine dhe fut hundët kudo. I thot ajo me ton të ashpër, duke bërë një hap më afër tij. Jozi, i qetë, buzëqesh me ironi dhe tund kokën, duke e provokuar më tej. Hë pra, çfarë do bësh tani? Do më godasësh? Tregoje veten, se e di që ke nerva të dobta. Je vetëm fjalë, Loredana, asgjë tjetër. Këto fjalë e acaron edhe më shumë Loredanën, e cila shtrin dorën me nervozizëm dhe tenton ta godas, por disa nga banorët ndërhyjnë për ta ndaluar. Amber dhe Vserlo e mbajnë nga krahët, ndërsa ajo përpiqet të çlirohet nga duart e tyre. Më lëshoni. Ky debil nuk e meriton as të jetë këtu. Është i neveritshëm, i pavlerë, një burr që s'ka karakter. Më ke lodhur, Jozi. Më mirë të mos më flasësh më kurrë. Ulëret ajo, ndërsa përpiqet të qetësohet. Ndërkohë, Jozi vazhdon të qëndrojë me duart në xhepa dhe një buzëqeshje ironike në fytyrë. Ai shikon nga banorët dhe thot, ja shiheni vetë. Vetëm bërtet dhe tregohet agresive, sepse nuk ka argumente. Një shfaqje e turpshme, sinqerisht. Situata në shtëpi tensionohet dhe banorët mundohen të qetësojnë Loredanën, e cila ende vlon nga zemërimi. Duket se konflikti mes tyre nuk do të përfundojë kaq lehtë. Gerta debaton ashpër me Gjestin, duke e akuzuar se ai është një viktimizues i madh dhe se gjithçka që bën është vetëm për interesin e tij personal. Me një ton të lartë dhe të irrituar, ajo i drejtohet atij, Gjesti, ti vetëm për veten tënde mendon. Nuk të intereson askush tjetër përveç vetes. Gjithmonë përpiqesh të bësh viktimën, sikur të gjithë janë kundër teje, sikur të kenë bërë ndonjë gjë të keqe. Por e vërteta është ndryshe. Ti je ai që i përdor të tjerët dhe pastaj i hedh si të ishin të pavlerë. Gjesti, i acaruar nga akuzat e saj, mundohet të mbrohet, duke thënë me përbuzje, po çfarë thua ti, moj Gerta? Më mirë shiko punët e tua dhe mos u merr me mua. Unë nuk kam nevojë për askënd, nuk kam nevojë për mëshirën e askujt, dhe sigurisht nuk kam nevojë për fjalët e tua boshe. Gerta, e revoltuar, nuk e lë me aq dhe e vazhdon debatin, duke e sfiduar edhe më shumë. Po ti çfarë bën, Gjesti? Të gjithë e kanë kuptuar lojën tënde. Sa herë që del keq, sa herë që të kapim në gënjeshtra apo manipulime, fillon dhe bën sikur je viktim, sikur je i lënduar. Por nuk ka më budallënj këtu.
Ne të shohim se si vepron, se si manipuloj Eglin, se si e ke përdorur çdo situatë për të dalë si më i miri. Por e vërteta është se ti mendon vetëm për veten tënde dhe për askën tjetër. Banorët e tjerë fillojnë të shohin me kurreshtje debatin e tyre, disa duke buzëqeshur me ironi, ndërsa të tjerë shfaqin habi për ashpërsinë e përplasjes. Gjesti, i lodhur nga akuzat, e shikon Gertën me nervozizëm dhe i përgjigjet me arrogancë, nuk kam pse të justifikohem para teje. Ti dhe të tjerët mund të thoni çfarë të doni, por unë e di shumë mirë se kush jam dhe nuk kam nevojë të dëgjoj moral nga ty. Gerta, duke parë që ai vazhdon të sillet me arrogancë, tun kokën me përçmim dhe i thot, po vazhdo, bëj sikur nuk të intereson. Por e vërteta është që je thjesht një lojtar i paskrupullt, që nuk di të tregoj as edhe një ndjenjë të vërtetë. Kjo është arsyeja pse askush nuk të beson më, Gjesti. Sepse e gjithë sjellja jote është e rreme. Tensioni mes tyre vazhdon të rritet dhe duket se ky debat nuk do të harrohet lehtë. Banorët ndihen të ndarë mes tyre, disa duke mbështetur Gertën, të tjerë duke qëndruar në anën e Gjestit të, por një gjë është e sigurt, konflikti mes tyre është larg përfundimin. Gjesti debaton ashpër me Gertën dhe në mes të tensionit ai nuk përmbahet fare. Me një ton të lartë dhe me nerva të shpërthyera, ai i drejtohet asaj duke i thënë: "Ti je njeriu më i shpifur që kam njohur ndonjëherë. Nuk kam parë dikë më të neveritshme se ty në këtë shtëpi. Çdo ditë je duke u marrë me të tjerët, duke futur hundët në punët që nuk të përkasin, thjesht sepse s'ke asgjë më të mirë për të bërë." Banorët e tjerë ndalen dhe shikojnë me habi përplasjen mes tyre. Gerta, e zemëruar nga fjalët e tij, nuk e lë me aq. Ajo kthehet nga Gjesti dhe me një shikim sfidues i thot: "Ti flet për mua? Ti, që je i vetmi këtu që e ke kaluar gjithë kohën duke luajtur me ndjenjat e njerëzve dhe duke përdorur vajzat për lojën tënde? Mos më fol mua për shpifje, sepse nëse ka një njeri të keq dhe të paskrupullt këtu, ai je ti." Gjesti, i tërbuar nga kundërshtimi i saj, afrohet më shumë dhe i thot me përçmim: "Unë e di shumë mirë kush jam dhe nuk kam nevojë të më tregosh ti po ti kush je, Gerta. Një njeri që s'ka asnjë identitet të vetin, që jeton duke u futur mes njerëzve dhe duke sjell vetëm energji të keqe? Më mirë shiko veten tënde para se të hapësh gojën për të tjerët." Disa banorë përpiqen të ndërhyjnë për t'i ndalur, por Gerta, e acaruara në maksimum, nuk e lë me aq dhe i thot me ironi: "Pse, të djegë e vërteta? Apo thjesht nuk duron kur dikush të nxjerr fytyrën tënde të vërtetë? Mjaft u solle si mbreti i shtëpisë, se askush nuk të ka frikë. Ti je thjesht një manipulues që mendon vetëm për veten." Tensioni mes tyre rritet edhe më shumë dhe Gjesti, i lodhur nga debati, bën një gest përçmues me dorë dhe largohet, duke mërmëritur me vete: "Nuk ja vlen të humbas kohën me ty, se je një e pashpresë. Më mirë të merresh me thashethemet e tua se vetëm për to je e aftë." Ndërkohë, Gerta, ende e inatosur, ulet dhe nis të flasë me disa prej banorëve të tjerë, duke shprehur zhgënjimin e saj për mënyrën se si Gjesti sillet në shtëpi. Atmosfera mbetet e tensionuar dhe duket se ky debat nuk do të harrohet lehtë nga askush. Vserlo, i irrituar nga sjellja e Gjestit, vendos ta përballë atë dhe ta pyes hapur për qëndrimin e tij ndaj Eglit. Ndërsa ndodhen në obor, mes bisedave të zakonshme, ai papritur e shikon drejt në sy dhe me një ton serioz i thot: "Gjesti, më thuaj diçka. Pse nuk u lidhe kurrë me Eglin siç e prisnin të gjithë? Dhe mbi të gjitha, pse e mbajte aq gjatë duke u tallur me të, duke e bërë të besonte se mes jush kishte diçka më shumë?" Banorët e tjerë që janë aty afër ndalojnë për një moment dhe drejtojnë vëmendjen nga biseda, duke pritur me kuriozitet përgjigjen e Gjestit. Ai buzëqesh lehtë, duke marrë pak kohë për të menduar, pastaj mbështetet mbi divan dhe me një ton të qetë, por të sigurt, i përgjigjet: "Shiko, Vserlo, unë kurrë nuk i premtova Eglit asgjë. Ajo ishte ajo që donte të besonte në një histori mes nesh. Unë që në fillim e kam thënë që për mua kjo është një lojë dhe nuk do të lidhem seriozisht me askën brenda kësaj shtëpie." Vserlo tund kokën me pak neveri dhe i drejtohet përsëri: "A e kupton që ajo ishte shumë e përfshirë emocionalisht? Ajo mendonte se mund të kishte diçka më shumë mes jush, dhe ndërkohë ti e leje të mendoj ashtu, ndërsa pas krahëve të saj talleshe me të. Nuk të duket e padrejtë?"
Gjesti buzëqesh sërish, këtë herë me një ton paksa ironik. A e kam detyruar unë të më doj? A e kam detyruar unë të ketë ndjenja për mua? Jo, Vserlo, ajo zgjodhi vetë. Unë nuk bëj asgjë më shumë se sa t'i shijoj momentet dhe të luaj lojën time. Nëse ajo u lëndua, më vjen keq, por nuk ishte faji im që ajo nuk kuptoi lojën që po luanim këtu. Në atë moment, disa banorë fillojnë të komentojnë, disa duke mbështetur Vserlon, të tjerë duke buzëqeshur nga përgjigjet e Gjestit. Vserlo, ende i acaruar, i thot, nuk e di si nuk ndjen as pak faj për atë që ke bërë. Egli u largua nga kjo shtëpi e thyer, e lënduar, ndërsa ti thua që nuk kishe ndjenja për të. Kjo nuk të bën të ndihesh keq as pak. Gjesti, këtë herë duke ngritur supet, përgjigjet, nuk po them që jam krenar për këtë. Por, Vserlo, ky është Big Brother. Nuk kemi ardhur këtu për të martuar apo për të bërë histori dashurie të sinqerta. Të gjithë këtu jemi për lojën dhe unë thjesht luajta më mirë se ajo. Vserlo tund kokën, i zhgënjur nga përgjigja, ndërsa disa banor tjetër shikojnë me habi mënyrën se si Gjesti justifikon sjelljen e tij. Duket qartë se kjo temë nuk do të mbyllet kaq lehtë dhe tensioni mes tyre vetëm sapo rritet. Loredana vendos të luajë një lojë provokuese me Gjestin, duke e sfiduar atë me një pyetje që mund të krijojë tension në shtëpi. Ndërsa ata janë ulur në divan bashkë me disa banorë të tjerë, ajo e shikon drejt në sy dhe me një buzëqeshje sfiduese i thot, nëse nuk do të ishe lidhur me askën tjetër këtu, me kë do të ishe lidhur në këtë shtëpi? Dhe dua një përgjigje të sinqertë. Banorët e tjerë, të intriguar nga pyetja, kthejnë kokën për të dëgjuar përgjigjen e Gjestit. Ai buzëqesh, duke marrë pak kohë për të menduar, por në vend që të shmangë pyetjen, ai e shikon Loredanën dhe, me një ton të sigurt, thot, me ty. Menjëherë, një murmuritje e vogël shpërthen mes banorëve që janë të pranishëm, dhe disa madje nisin të qeshin apo të bëjnë shaka. Loredana, e habitur për një moment nga përgjigja, e shikon me një shikim të thellë, duke u përpjekur të kuptojë nëse ai po tallet apo po e thot seriozisht. Me mua? Përsërit ajo, duke qeshur me mosbesim. Gjesti, duke e shijuar momentin, i afrohet pak më shumë dhe i thot me një zë të ulët, por të qartë, po, me ty ke diçka ndryshe nga të tjerat. Je e fortë, di si të luash dhe nuk të pëlqen të humbësh. Do të kishte qenë interesante të shihnim si do shkonte. Loredana qesh, duke tundur kokën. Ha, po sigurisht. Ti thjesht do të luaje me mua siç ke bërë me të tjerat, thot ajo me një ton të lehtë ironik. Gjesti buzëqesh përsëri, duke mos e mohuar. Ndoshta. Ose ndoshta jo. Kush e di? Ndoshta do të më kishe ndryshuar, thot ai, duke e parë drejt për drejt në sy. Loredana ndonse përpiqet të mos tregojë emocion, duket pak e zënë ngushtë, ndërsa banorët e tjerë vazhdojnë të komentojnë dhe të qeshin. Do ta marr si një kompliment, thot ajo në fund, duke u përpjekur të mbajë situatën nën kontroll. Atmosfera në shtëpi bëhet më e tensionuar, ndërsa disa banorë vazhdojnë të komentojnë dhe të diskutojnë për atë që sapo ndodhi. A është Gjesti duke bërë një lojë tjetër, apo ka diçka të vërtet pas fjalëve të tij? Kjo mbetet për t'u parë. Gjesti dhe Loredana përfshihen në një debat të ndezur, ku tensioni mes tyre është i dukshëm. Gjesti, me ton ironik dhe një buzëqeshje sfiduese në fytyrë, i drejtohet Loredanës, duke i thënë, e di që më ke qejf, Loredana. E ke treguar me veprimet e tua. Ti përpiqesh të më ngacmosh, të më provokosh në biseda dhe të jesh afër meje, por unë nuk ta jap atë shans. Nuk je në nivelin tim. Ai e thot këtë me një siguri të madhe, duke e shikuar atë drejt në sy, sikur të ishte plotësisht i bindur për fjalët e tij. Loredana, e cila nuk e pranon këtë akuzë, ndryshon menjëherë shprehjen e fytyrës dhe e kundërshton me një ton të acaruar. Je duke folur broçkulla, Gjesti. Pse kujton se çdo vajzë këtu ka qejf ty? Nuk e di kush ta ka futur në mendje këtë gjë, por e ke gabim. Unë nuk kam ndjenja për ty dhe kur nuk kam pasur. Ti je ai që kërkon vëmendje dhe tani po përpiqesh të më përfshish edhe mua në lojrat e tua. Ajo e shikon me një shikim të ashpër, duke lëvizur duart në shenjë mospranimi. Gjesti, megjithatë, nuk lëkundet nga qëndrimi i tij dhe vazhdon me ironinë e tij të zakonshme.
Po, Loredana. Vazhdon të mohosh, por unë i kuptoj shumë mirë shenjat. Kur më sheh të ndryshon fytyra, kur flas, gjithmonë përpiqesh të futesh në debat me mua. Nëse nuk do të kishe qejf, nuk do ta kishe këtë energji ndaj meje. Pranoje, është më e lehtë, thot ai, duke qeshur dhe duke tundur kokën. Loredana, tashmë e tërbuar nga vetbesimi i gjestit, afrohet edhe më shumë dhe i përgjigjet me një ton më të lartë. Nuk kam asgjë për të pranuar, sepse nuk është e vërtetë. Ti thjesht kërkon të ngatërohesh me të gjithë dhe kur nuk të del lejotja, fillon të sajesh histori. Nuk ke asnjë bazë për ato që thua. Unë jam këtu për lojën time, jo për ty. Banorët e tjerë fillojnë të dëgjojnë debatin dhe disa qeshin nën zë nga mënyra se si Gjesti dhe Loredana përplasen. Gjesti, duke parë se ajo po zemërohet më shumë, vetëm buzëqesh dhe i mbyll bisedën me një fjali tjetër ironike. Si të duash, por unë e di të vërtetën. Kur të pranosh ndjenjat e tua, më thuaj. Deri atëherë, vazhdo me këto justifikime, thot ai, duke qeshur dhe duke u larguar, ndërsa Loredana e shikon me nervozizëm e irrituar nga vetbesimi i tij. Gjesti, i nervozuar nga pyetja e Vserlos, nuk e fsheh as pak që nuk e pëlqen faktin që po e vën në siklet para banorëve të tjerë. Ai e shikon drejt dhe me një ton të prerë i thot, shiko, Vserlo, dua ta bëj shumë të qartë një gjë një herë e mirë. Unë asnjëherë nuk kam pasur ndjenja për Eglin. Nuk ka ndodhur, nuk ndodhi dhe nuk do të ndodhte kurrë. Nuk do të lidhesha asnjëherë me një vajzë si ajo, sepse thjesht nuk është tipi im. Nuk është dikush me të cilën do të ndërtoja diçka serioze, as këtu brenda, e as jashtë kësaj shtëpie. Disa banorë që ndodhen aty pranë hapin syt nga toni i ashpër i Gjestit, ndërsa Vserlo e vëzhgon me një shikim shgënjyes. Ai tund kokën dhe e kundërshton, po atëherë pse leje të mendonte të kundërtën? Pse i dhe shpresa, nëse në fund do ta hidhje tutje sikur të mos kishte asnjë vlerë për ty? Gjesti qesh me ironi, kalon dorën mbi flokë dhe me një ton të qetë, por të ftohtë, i përgjigjet, Vserlo, unë nuk i detyroj vajzat të më pëlqejnë. Nëse Egli krijoi ndjenja për mua, ky nuk është faji im. Unë thjesht shijova lojën dhe momentet. Nuk i dhash kurrë një premtim, nuk i thash kurrë që do të ishim bashkë jashtë. Ajo zgjodhi të besonte atë që donte vetë. Në fund të ditës, unë jam këtu për veten time, jo për të mbajtur dikë tjetër emocionalisht të qëndrueshëm. Tensioni mes tyre rritet dhe atmosfera bëhet më e rënduar. Vserlo, i irrituar nga fjalët e Gjestit, shtrëngon nofullat dhe i thot, kjo është gjëja më e neveritshme që mund të thuash. Ti e përdore atë vajzë, e tallje, e bëre të ndjej diçka për ty dhe pastaj ja hodhe tutje si një lodër të thyer. A e di sa keq ndjej ajo para se të largohej? A e di sa herë ka qarë për ty? Gjesti, pa shfaqur asnjë shenjë pendese, ngre supet dhe buzëqesh me përçmim. Çfarë do të bëj tani, të filloj të qaj dhe unë? Jeta vazhdon, Vserlo. Ajo mori vendimin e saj për të ikur, unë do të vazhdoj lojën time këtu. Nuk më intereson më kjo temë. Banorët që dëgjojnë këtë bisedë fillojnë të komentojnë mes tyre. Disa mendojnë se Gjesti është treguar shumë i ftohtë dhe i pashpirt, ndërsa të tjerë e shohin këtë si një pjesë të strategjisë së tij për të qëndruar në lojë. Vserlo, i revoltuar, e shikon për herë të fundit dhe i thot me shkënim, shpresoj që dikush të trajtojë një ditë njësoj siç e trajtove ti Eglin. Ndoshta atëherë do kuptosh si ndihet të përdorin. Pastaj largohet duke tundur kokën, ndërsa Gjesti qëndron i ulur, pa u shqetësuar fare, duke vijuar të qesh lehtë, sikur asgjë nuk ka ndodhur. Gjesti dhe Amberi përplasen sërish në mes të dhomës së ndenjes, me të gjithë banorët që i shikojnë të habitur nga tensioni mes tyre. Amberi, e acaruar nga sjellja e Gjestit, qëndron përballë tij me duart në bel, ndërsa ai, si gjithmonë, vazhdon të qesh dhe ta marrë situatën si një shaka. Pse nervozohesh kaq shumë, Amber? Seriozisht, ndonjëherë më dukesh sikur nuk ke puls fare, je komplet e ftohtë. Nuk ke reagim, nuk ke emocione, sikur je robot. Thot ai, duke buzëqeshur me ironi. Amberi e shikon me inat dhe afrohet edhe më shumë drejt tij. Po ti çfarë do tani? Si nuk lodhesh duke u marrë me mua gjithë kohës? Unë nuk jam as e ftohtë dhe as pa emocion, thjesht nuk bie prej provokimeve të tua të kota.
Ja kthen ajo me ton të ashpër. Por gjesti, në vend që të ndalet, vazhdon të qesh dhe të tallet me të. Si nuk e pranon. Hajde, pranoje që nuk ke puls, nuk e ndjen asgjë, je thjesht një statuj që ecën dhe flet. Ose ndoshta nuk e di si të shprehësh emocionet. Të ndihmoj unë? I thot ai duke bërë një gjest sikur do ta përqafoj me shaka. Amberi shtyn dorën e tij me nervozizëm dhe i thot, mos më prek. Nuk e kupton që po bëhesh i lodhshëm. Po më acaron më shumë se sa mund ta imagjinosh. Banorët e tjerë fillojnë të qeshin me këtë përplasje, ndërsa disa përpiqen t'i qetësojnë. Gjesti, megjithatë, nuk ndalon dhe vazhdon të ngacmoj Amberin duke imituar mënyrën e saj të folurit dhe duke shtuar me ironi. Unë po tallem me ty, po ti as të acarohesh siç duhet nuk di. Nuk ke puls fare, moj Amber. Kështu je, e ftohtë si akulli. Amberi, tashmë e tërbuar nga sjellja e tij, rrotullon sytë dhe largohet duke mos dashur të vazhdojë më këtë debat. Por ndërkohë, gjesti vazhdon të qesh dhe të bëj shaka me të, ndërsa disa banorë shikojnë me habi dhe të tjerë fillojnë të komentojnë nëse Amberi do ta lërë me kaq apo do të ketë një përplasje më të madhe mes tyre në ditët në vijim. Loredana e shikon gjestin me një shikim ironik dhe e nënvlerëson haptazi për qëndrimin e tij. Ajo nuk e mban për më gjatë dhe fillon të flasë me të një tonin e saj të mbredh. Po, ti mendon se je një djalë i pashëm dhe se të gjitha vajzat janë të dashuruara me ty, apo jo? Po, sigurisht, ti je i bukur, ti je king, siç thua vetë, por më vjen keq ta tërheq vëmendjen. Ke harruar një gjë shumë të rëndësishme, fillon Loredana, duke e shikuar me një buzëqeshje të ndyrë, por të ngulitur. Gjesti, i njohur për egoizmin dhe qëndrimin e tij të mburur, ndalet për një moment, por nuk e merr në seriozisht atë që po thot Loredana. Ai e kthen kokën dhe buzëqesh për të treguar se nuk është i shqetësuar. Loredana vazhdon me tonin e saj ironi. Ti mendon se je ai djalë që të gjithë vajzat e duan dhe të gjitha janë të gatshme të bëjnë gjithçka për ty, por le të them diçka. Jo të gjitha vajzat të duan, ti nuk je asgjë më shumë se një monster i fshehur në një pamje të bukur. Ti mund të kesh fytyrën tënde të bukur dhe mund të flasësh shumë për veten, por në thelb nuk je gjë tjetër veç se një mashtrues që përpiqet të mbajë vajzat nën kontroll. Gjesti nis të qesh dhe përpiqet të minimizoj fjalët e Loredanës, por është e dukshme se ato e shqetësojnë më shumë se çdo t'ia pranoj dikush. Loredana, e bindur se po i thot të vërtetën, nuk e ndalon. Po, e di që ti mendon se je i parritshëm dhe se vajzat duhet të pëlqejnë vetëm sepse je ti, por më besoni, kjo nuk funksionon me të gjithë. Jo gjithkush është gati të bjerë në grackën që ti vendos, dhe jo çdo vajzë është e gatshme të humbë kohën për ditë si ti, shton ajo, duke i drejtuar një shikim të mbredh, të plot me nënkuptime. Gjesti duket sikur po e humbet një farë sigurie dhe ndjesia e nënvlerësimit nga Loredana po e bën të ndihet më pak tërheqës dhe më të pavlerë nga sa ishte menduar. Por, ai përpiqet ta mbajë ekuilibrin dhe thot me një buzëqeshje të paqartë, po, mirë, ndoshta nuk jam gjithçka që mendoj, por edhe ti nuk je aq e mbredh sa dukesh, Loredana. Më vjen keq që mendon se ti e kupton gjithçka, por duket se ti nuk ke as idenë e plotë të asaj që po ndodh. Por Loredana nuk ndalet. Ajo vazhdon të ironizoj dhe të shtoj, po, ndoshta ti mendon se je i pashëm dhe je mbreti i shtëpisë këtu, por të them diçka, jo të gjithë kanë nevojë për të pëlqyer, dhe ndoshta të tjerët janë më të zgjuar për të dalluar një njeri që është vetëm një imazh i jashtëm dhe jo ndihmësa e ndjenjave të vërteta. Fjalët e Loredanës duken se po e godasin Gjestin në një pjesë të tij të ndjeshme, por ai e mbajti për një kohë një pamje të qetë dhe vazhdoi të tallet për të mbajtur gjendjen.